kurse tani është koha që t'i kushtojmë pak rëndësi shëndetit ton, e mërkur mjeku në studio. Një doktoresh të re, por shumë përgatitur e kemi ftuar sot, është doktoresha Jeta Bunjaku, e cila me profesion është pulmologe dhe do të na jap sot shumë këshilla sa i përket mushkrive. Mirë, po do të flasim posaçërisht për personat të cilët kanë probleme me mushkrit, si duhet të sillen ata në verë, disa nga gabimet të cilat i bëjmë edhe ne të tjerët që nuk e konsiderojmë që kemi probleme me mushkri, por edhe ata që veç janë të diagnostifikuar, qoftë me bronhite, qoftë me astm, apo edhe me probleme të tjera. Kondicioneri, për shembull, në verë, si duhet me u përdor, çfarë telashe mundet me u shkaktu në veçanti personave që i kanë këto probleme me mushkri. Vapa gjithashtu si ndikon te personat me smundje kronike, te mushkrit konkretisht, alergjit të cilat i kanë personat, çfarë kujdesi duhet me pas gjatë sezonit të verës. Doktoresha Jeta, mirë se erdhe. Mirësi u gjeta. Faleminderit që je sot me ne. Njëkohësisht informojmë edhe shikuesit tanë se ky emision është i drejtë për drejtë. Pyetjet e juaja mund t'i bëni në numrin të cilin e keni në vazhdimsi në ekran, por ne e përmendim edhe një herë gjithsesi, +33 44 900 021. Mushkrit, vapa, sëmundjet e mushkrive, personat të cilët gjithashtu duan që t'i mbrojnë dhe t'i ruajnë mushkrit, përdorimi i kondicionerit apo i klimës, ata që kanë telashe me alergji, çfarë hapa duhet ndërmarrë gjatë sezonit të verës? E dim që verën e duam dhe e presim me padurim të gjatë, përfitojmë apo marrim shumë të mira, por njëkohësisht duhet t'i respektojmë edhe disa këshilla të cilat i japin profesionistët. Konkretisht Jeta, për mushkrit, si ndikon në vera, si ndikojnë temperaturat e larta, çfarë kujdesi duhet me pas përgjithsisht të gjithë, jo vetëm ata që kanë probleme shëndetësore? Po, do më thonë, shumë pacient mendojnë që sina dimrit është ajo që ju shkakton më shumë probleme mushkrive, por unë kisha më thonë që është një mit, sepse edhe sina e verës paraqet një rrezik për përkeçimin e sëmundjeve respiratore, për arsye se edhe në sinën e verës kombinohen shumë faktorë. Vapa që thatë është një ndër to, lagështia e ajrit, pastaj lagështia e ajrit më duket paraqet probleme edhe më shumë. Tepër shumë, sidomos se personat cilët veç kanë probleme kronike të mushkrive, siç është astma, COPD-ja. Pastaj në një faktor tjetër është ndotja e ajrit. Kur themi ndotja e ajrit, shumica mendojnë që ndotje të ajrit kemi vetëm dimrit. Po kemi aq më shumë verës. Po, ndërsa një faktor tjetër është dehidrimi, për arsye se gjatë verës, gjatë sinës së verës ne dehidrohemi më shumë, edhe domethënë mushknit të cilat e kanë një sekret që është shumë i hollë që shërben për me i pastru mushknit, për shkak të lagështisë bëhet titrazh dhe i nxehtshëm, edhe personat e kanë më problem për shkak të kollitjes. Një arsye tjetër janë edhe alergjit që ju vetëm e thatë, sasia domethënë e polenit, gjithashtu edhe klima luan një rol të rëndësishëm në përkeçimin e sëmundjeve respiratore. Çka kisha thonë pse vapa, për shembull, për arsye se gjatë, domethënë, trupi gjithmonë mundohet e kemi ne sistemin e termorregullimit, që trupi gjithmonë mundohet rregullon vetë në rrethana normale. Mundohet me e rregullu temperaturën e trupit edhe me mbajt normale, pavarësisht nxehtësisë që është jashtë. Në këtë rast, zemra punon më shpejt, enët e gjakut zgjerohen më shumë, edhe thashë për shkak të lagështisë, domethënë edhe për shkak të dehidrimit, kemi probleme të tjera. Po, personat të cilët kanë probleme me mushkri, me sa di ju jepen disa rekomandime, sikur atyre të tjerëve të cilët kanë probleme edhe me smundjet e zemrës, për shembull, që shfrytëzojnë kohën për të dalë, sepse e dim që ata duhet me funksionu, me zhvillu një jetë normale, por me pas kujdes, me urujt, për shembull, me dalë në orët e hershme të mëngjesit, por me zgjedh ndoshta edhe vendet në këtë rast ku ka më pak lagështi, më pas në orët e mbrëmjes. Si duhet të jetë edhe mesdita për këta persona? Çfarë preferohet? Po, domethënë para se me tregu çka preferohet, ma
së pari kisha dashur mi cek grupet të cilat janë më të predispozuara ose më në rrezik, më të rrezikuara për stinën e verës. Ata janë personat që kanë astmë bronkiale, personat që kanë sëmundje obstruktive pulmonare, gjithashtu janë personat që kanë bronkiektazi ose fibroz pulmonare, gjithashtu e dim që personat që janë mbi 65 vjet janë më të predispozuar, gjithashtu tjetër janë edhe fëmijët e vegjël. Pse fëmijët e vegjël? Për arsye se ata ende nuk e kanë të zhvilluar këtë sistemin e termorregullimit që e përmenda parës. Një grup tjetër janë edhe shtatzanat. Pse kisha mi përmend shtatzanat? Për arsye se domethënë gjatë shtatzanisë, për shkak të rritjes së mitrës, diafragma qohet të lartë, edhe domethënë procesi i frymshkëmbimit, mushknit kanë hapësirë më të vogël për me u zhëru. Këtë rast shtatzanat ndjejnë frymëzanie, e cila në të shumtën e rasteve është normale, ndërsa nëse një shtatzan ka edhe astmë, atëherë është mirë me e rekomandu që me vazhdu me përdor terapin për me mbajt astmën nën kontroll. Për arsye se gjatë frymëzanies, atëherë shtatzana merr më pak sasi të oksigjenit, që rrjedhimisht më pak sasi të oksigjenit i çon edhe bebas në bark. Kështu që terapia te shtatzana duhet më marrë, është shumë e sigurt se sa marrja e terapisë dhe mbajtja e astmës nën kontroll, se sa mos marrja e terapisë. Domethënë këto janë disa nga grupet më të rrezikuara nga përkeqësimet e sëmundjeve respiratore gjatë stinës së verës. Ndërsa sa i përket rekomandimeve, domethënë këto që e dinë të gjithë gjatë periudhës së orës 11 para dite deri në orën 17 me e shmang, domethënë dalje në të nxehtë, brenda në shtëpi është mirë me ilshu roletat, me kriju një me ilshu perdet, me kriju një freski. Tjetër këshill është që me marë langje sa më shumë, sidomos fëmijët, se këto esenca se nuk e ndjejnë etjen, sidomos fëmijët, po prindrit duhen me qenë ata që më jap oj sa më shumë që me i rehidru mushkënit. Tjetër është përdorimi i klimës, ka shumë rëndësi se qysh përdoret klima edhe qysh bëhet mirëmbajtja e klimës. Qysh duhet, sa duhet me qenë temperatura, do me thënë, e klimës, qofë në automjet, qofë në ambiente të brendshme. Edhe për ata do të thotë që nuk kam probleme me mushkrit për të si prevenim apo parandalim, dhe të tjera që i kam veç këto probleme. Po, domethënë kjo është një pyetje shumë e mirë për arsye se preferohet që klima mos më mbajt, se na e dim gjatë që kur dalim jashtë është shumë nxehtë. Edhe kur themi mbrana më nxesprej si mutulladita dhe lëshojmë klimën në 16 gradë. Kjo është një ndër gabimet që e bojmë më së shumti, se prej një ambienti tepër të nxehtë që e ki jashtë, po hyn në një ambient tepër të ftohtë. Këtu domethënë edhe mushknit, edhe bronket që janë rrugët e frymarrjes, që e përcjellin domethënë ajrin në mushkni, irritohen nga të ftoftit, edhe pastaj na shkaktojnë edhe frymëzanie, sidomos personat cilët kanë veç se probleme. Kështu që këshillohet që temperatura klimës të jetë 23 deri në 25 gradë, që të jetë një temperaturë optimale dhe mesatare, as mos me qenë shumë nxehtë, as shumë ftoftë. Sa i përket asaj që e thatë shumë mirë në automjet kisha rekomandu që klimën mos me lëshu direkt në gjaks, për arsye se nuk ka nevojë me na godit për një herë trupin. Klima është mirë që me qarkullu ajri, kështu që kisha rekomandu që klima të kthehet e lartë, që do më thonë ajri të shkoj prej lartë poshtë, të lëshohet e këmbët, a funksionon ajo nga poshtë lartë, apo? Më së miri është nga lartë poshtë. Edhe gjithashtu është mirë që pak pra se më mri në destinacionin cilin kemi me shku, me nalë klimën që me fillu me u ambientu trupi me të nxehtit e jashtë. Me 30 e sa gradë që kemi u përballë jashtë. 38 Po, edhe pse jemi me fat nëse bëjmë këtë krahasim për shembull me vendet e Evropës ku po shohim se temperaturat janë të larta, definitivisht jemi të kurthyer deri në ditën e sotme, nuk është që kemi pas temperatura dhe shumë të larta. Mirë, është shumë e rëndësishme që personat të cilët kanë alergji
të din ta bëjnë këtë dallim më pas kur është një infekcion, sepse verës e dim që ka tym, ka pluhur shumë, ambientet janë më të papastra kudo, domethënë, dhe të din ta bëjnë dallimin se ka një infekcion, duke ditë që ata janë paraprim për infeksione më të shpeshta, sidomos ata që kanë bronhite, bronhopneumoni për shembull, dhe të din ta bëjnë dallimin se bëhet fjalë për një alergji e cila mund të paraqitet në verë. Po, domethënë ky është një dallim shumë i thjeshtë për neve si profesionistë. Për juve po, për neve jo. Po pra se me tregu dallimin, kisha dash me cek mas pare diçka për alergji, domethënë si alergjit njëjtë ndikon edhe ndotja e ajrit, edhe kisha dash me shpjeguar ashtu atë personat që na ndëgjojnë se çka nuk kuptojnë me ndotjet e ajrit. Se shumica mendojnë që ndotjet e ajrit kemi më shumë verës, për arsye se edhe ngrohja dhe termocentrale, domethënë përveç Po mendon dimrit. Dimrit, po, dimrit, përveç ndotjes së makinave. Po, të njëjtin probleme kemi edhe verës. Pse verës? Sipas meje verës ka më shumë ndotje. Po fiks. Pse? Arsyeja është se lirohet ozoni. Çka është ozoni? Është domethënë një gaz i cili i ka dy lloje. Është ozoni stratosferik ose i atmosferës, që është shumë i mirë edhe na ndihmon edhe na mbron nga rrezet ultraviolet të diellit. Ndërsa ozoni troposferik është ozoni sipërfaqësor që krijohet me kombinimin e ndotjes domethënë gazit të makinave, fabrikave, vapa e madhe, edhe vapa e madhe edhe dielli, këto trija kur të kombinohen e shkaktojnë ozonin sipërfaqësor ose troposferik, i cili i irriton, është një ndër irritues më të mëdhenj të rrugëve të frymarrjes. Sidomos Kur lirohet ky ozoni më shumë, apo si ta dallojmë, si të mbrohemi, a mundemi? Po, ky ozoni domethënë më së shumti lirohet edhe ka sasi të madhe të ozonit troposferik, në rastet kur është nxehtë shumë, ka dielli shumë edhe nuk ka erë. Domethënë ka një herë kur të thojmë era damshme jo bash është mirë se po e pastron edhe domethënë e zvogëlon sasinë e ozonit troposferik. Kjo është domethënë një irritues i msheft i mushnive, duke i përfshirë edhe alergjit. Domethënë tash në sinën e verës, na e dim që në pranverë ka më shumë polen, po edhe në periudhën e verës. Po vazhdon poleni tutje. Po, domethënë nuk ja lën mungi hiç edhe në periudhën e verës. Poleni nuk është i damshëm, po disa persona kanë ndjeshmëri më të madhe, po të rrugëve të frymarrjes që e marrin polenin si armik, domethënë trupi e sheh polenin si armik, edhe domethënë shkakton probleme të frymarrjes. Qysh me dallu, domethënë tash më këtu te pyetja juaj, qysh me dallu nëse është alergji ose është infeksion? Alergjia gjithmonë fillon prej hundës. Domethënë kemi krurje të hundëve, kemi rrjedhje të hundëve ose bllokim të hundëve, por kjo rrjedhja është e tejtdokshme. Për dallim prej infeksionit, në të cilën rrjedhja e hundëve është me ngjyrë të gjelbër ose ngjyrë të verdhë, të alergjit prapë. Ndonjëherë më falë që ndryhy këtu, ndonjëherë kjo ngatrohet duke ditë që ka edhe shumë pluhur, ka edhe shumë tym, dhe adresohet drejt asaj që edhe sekreti që del nga hunda, domethënë është me ngjyrë për shkak të ndotjes dhe të papastërtive. Po, për këtë arsye kemi edhe shenja tjera të cilët e bojnë diferencën në mes të infeksionit edhe alergjisë. Domethënë alergjia pastaj vazhdon me sy, kemi krurje të syve, lëtim edhe skuqje të syve. Që nuk është e infeksioni, edhe pse mundet me qenë, edhe të infeksioni mundet me u infektu syni, por sidoqoftë edhe rrjedhja e hundës këtu më duket është më ujore, më pa kontrolluar në një farë mënyrë. Po. Ndërsa, te infeksioni, domethënë infeksioni gjithmonë paraqitet me lodhje, me plagështi, me temperaturë, gjithashtu janë parametrat inflamatorë të cilat na vërtetojnë që është infeksion, siç është CRP-ja ose leukocitet janë të larta. Ky kish me qenë të dallimi edhe diçka me shtu këto, domethënë duhet me ditë që hundët janë të lidhuna me mushni. Pse? Se hunda është rruga e parë e frymarrjes. Domethënë fillojmë me hund edhe vazhdojmë pastaj deri te mushknit. Që domethënë duhet me pas shumë kujdes edhe mos me neglizhu një alergji, për arsye se mundet me kalu në mushni edhe me na shkaktu astmën alergjike. Edhe 80% e personave që kanë astmë alergjike, 80% për tyre kanë edhe rinit alergjik. Kështu që zakonisht këto dyja shkojnë bashkë ndërmjet veti edhe nuk bën më lum pa u trajtu.
me marrë do me thonë vitë si një alergji thjesht. Është shumë e vështirë të bëhet, do me thënë, edhe ky dallimi, edhe pse ekzistojnë testet shumëta të cilat bën, por jo çdo herë në teste jepen reagimet. Ndjeshmëria, një numër i pacientëve të cilët kanë ndjeshmëri apo te ndjeshmëri të rrugëve të frymarrjes apo respiratore, dhe të bëhet dallimi me ata të cilët mund të kenë astmë, kalon deri te astma alergjike apo bronhet alergjik, por që ndonjëherë dhe në analiza, do me thënë në testet të cilat bën, nuk paraqitet ndonjë alergjen, qoftë përmes IgE specifike apo metodave të cilat ndoshta tashmë ka edhe më të avancuara. Si mundet një profesionist me bë këtë dallim? Si gjenerate re më intereson ta marrë një përgjigje. Do më thonë shumë mirë tha që ne gjithmonë e kërkojmë nëse dyshojmë a kemi astmë alergjike, gjithmonë e lypim IgE specifike, i lypim testet alergjene dhe nëse këto do më thonë dalin negativ, atëherë gjithmonë e kërkojmë edhe një spirometri. Spirometria është test i funksionit të mushknive, i cili na tregon sakt se sa kapacitet kanë mushknit tona për me marrë ajrin edhe me nxjerr ajrin. Dhe kur edhe spirometria del që është në rregull, nuk ka ndonjë problem, e personi përballet me probleme, vazhdon do me thonë me këto ankesat. Do me thonë gjithmonë rëndësi ka edhe anamneza, do me thonë kjo ndoshta është e para se e anashkalum, pse është anamneza se gjithmonë personat që kanë astmë, gjithmonë ata kanë pas probleme edhe në fëmijëri, edhe si fëmijë, edhe kanë pas probleme të vazhdueshme, se astma është sëmundje kronike inflamatore e mushnive. Kështu që anamneza lun shumë rol, pastaj ja auskultojmë pacientin, edhe duke eliminu tuar deri tek përfundimi. Një nga një. Po. Mirë, prej tani po e hapim telefonin tonë +33 44 900 021. Mu shkrit në verë problemet të cilat mund të na paraqiten më shpesh, ata të cilët veç kanë qoftë bronhet, qoftë astmë, qoftë probleme me alergjit, si të ruhen, si të sillen gjatë verës, a duhet marrin terapi, kur duhet të marrin terapi, çfarë ushqime, çfarë pije duhet të konsumojmë në mënyrë që ta rehidrojmë organizmin natyrisht në temperatura të larta, dhe përmes konsumimit të lëngjeve të bëjmë edhe një farloj vetpastrimi të organizmit ton. Kujdesi veçantë natyrisht ndaj të moshuarve, fëmijëve, koha e përshtatshme kur ata duhet të dalin në natyrë, por natyrisht ata të cilët nuk i kanë këto probleme sepse janë edhe alergjenët, pluhuri, të gjitha këto përgjigje do të i merrni sot, edhe jemi duke i marrë vesh nga doktoresha Jeta Bunjako, i cila po i shpjegon në mënyrë shumë të mirë që ta kuptoj se cili person, jo vetëm ata të cilët janë pacient, sepse pacientët veç edhe janë të mësu me këto probleme, marrin informacione gjithashtu edhe në për faqet ndryshme e kështu me radhë. Mirë, Jeta, disa persona përdorin edhe pompa, të cilët do me thonë kanë probleme më të theksuara gjatë sezonit të dimrit, rekomandohet nga ana e pulmologëve që të përdoret ndoshta 1 muaj, 2 muaj, qoftë ata me alergji, qoftë me smundje kronike, bronhet, pneumoni e ku ta di. Në verë, këto pompa duhet me u vazhdu me u marë, duhet sipas gjendjes, një spjegim rreth kësaj? Po, shumë mirë që e bërë këtë pyetje, se pas në haru me cek të rekomandime, do më thonë gjithmonë preferohet që terapia me vazhdu me umar, mos më ndërprej, edhe gjithmonë duhet më konsultu me mjeku. Në thashë edhe pare që terapia nuk duhet më ndërprej as të 7 zonat, e as të personat tjerë, sidomos të personat që kanë astmë. Astma është një smundje e cila nuk trajtohet plotësisht, po kontrollohet, edhe në momentin që kontrollohet shumë mirë me pompa, me terapi, atëherë personi nuk ka probleme heq. Po që duhet me vazhdu përdorimi i rregullt të terapisë, sidomos do të thonë personat që kanë astmë dhe COPD, është ose bronhet kronik obstruktiv, është e rrugës që me pas gjithmonë inhalatorin me vete edhe sidomos atë inhalatorin dimës që e përdorin në raste të përkeqësimeve. Ata të cilët në momente caktuara mund të kenë frymëzënje, e ke fjalën si lloj sulme astmatike, do të thonë rastet më të rënda. Për ndryshe e përmenda edhe pneumonin, shumë pyetje do më thonë edhe pacientat e bojnë a shkakton klima pneumoni, për shembull. Është interesant se klima e shtëpisë zakonisht nuk shkakton pneumoni. Po,
është një bakterie e cila quhet Legionella, e cila rritet edhe shumë në ujë, në temperatura 25 deri në 45 gradë Celsius. Kur, do më thonë, cilat raste në aeroporte, në hotelet të mdhaja, në qendra tregtare, klimat funksionojnë me sistem të ujë, do më thonë, nuk janë si klimat e shtëpis. Në rast se ato nuk mirëmbahen edhe nuk pastrohen, po, kisha plan të flasim pikërisht për pastrimin e klimave, sepse kjo pyetje rrallë bëhet, por ka shumë rëndësi. Po, fiks, do më thonë, duhet me pas kujdes, për arsye se është një lloj pneumonisë që shkaktohet nga kjo bakterie, e cila përveç simptomave që jep si të gjitha pneumonit, karakteristike është edhe dhimbje e fortë e muskujve, edhe diare, por në shumë raste mundet të më paraqit edhe me konfuzion. Do më thonë, kjo që shkaktohet, kjo infektohemi përmes sparklave të ajrit, do më thonë aerosole që i quajmë ne, të cilat mundemi mi marrë në qoftë se nuk është mirëmbajt klima e hoteleve, gjatë dushit, gjatë jacuzzi, gjatë SPA-s, në qendra tregtare nëse kemi direkt na bjen klima, domethënë. Kjo ndodh veç direkt ajo për qendra tregtare. E sa i përket klimave të shtëpisë, domethënë edhe pastrimit të tyre është mirë domethënë me u mirëmbajt. Për arsye se nëse nuk pastrohen ata filtrat e klimës që i kemi në shtëpi, që nuk i pastrojmë, shumica valla nuk i pastrojmë, duket pak dim për këtë çështje. Me siguri po, domethënë kjo është shumë e rëndësishme për arsye se aty grumbullohet pluhur, grumbullohet polen, grumbullohen spore myko, edhe grimca të tjera. Në momentin që lëshohet klima, ato domethënë grimca dhe ato domethënë qarkullojnë nëpër krejt ajrin e dhomës tonë. Kështu që është shumë e rëndësishme me u pastruar. Ndoshta një person që nuk ka probleme me frymëorje dhe i ka mushnitje shëndetshme, nuk ka më pas problem. Nuk e heton këtë. Po personat që kanë probleme vetëse me mushni e hetojnë shumë. Kështu që duhet mu mirëmbajt. Që po i bie se me pas kujdes verës, por edhe dimrit njëkohësisht kur shkojmë edhe në përpushime, për shembull se shkojmë për me u relaksu, për me marrë jod, për me marrë ajër të pastër, por do me thënë mund të na paraqiten këto probleme nga klima ose nga kondicioneri i një hoteli që mund të jetë shumë luksos dhe që kemi pagu para të majme. Çka duhet do me thënë me pyet në momentin kur e bëjmë një rezervim për kondicionerin? Është me ujë apo pa ujë? Apo si? Kur e keni pastru? Jo, realisht vendet e mëdha e kanë krejt me ujë. Nuk ka do me thonë kondicioner aeroporti, për shembull, qendra tregtare, SPA-ja, këto e kanë sistemin e klimës e kanë me ujë. Me pyet kur i kanë pastruar ata, me siguri kanë me thonë, po e bojmë pastrimin. Nuk e di ma e marim po përgjigjën e dur, për ndoshta edhe ata duhet me marrë këtë informacion dhe në momentin kur e marrin informacionin ndoshta janë më të kujdesshëm, më pas duhet me qenë kontrollet, inspeksionet të cilat e bëjnë këtë punë. Nga ana e inspektoratit apo kush është përgjegjës që duhet me kërku, për shembull po e zëm në një qendër tregtare ose në një hotel, se kur është pastru kondicioneri për shembull. Po besoj që kjo duhet me qenë një rutinë, cilët ata se kjo sidomos. Nuk e kam dëgju këtë, për atë thash nëse ke ti informacion. Kjo do më thonë është sidomos në rast se për shembull nëse një hotel nuk ka punu gjatë periudhës verës edhe ka qenë i mbyllur, edhe tash hapet, kjo ka kriju do më thonë kushte që mu kriju që ky lloj bakterit aty. Po në qoftë se hoteli ka punu gjatë gjithë sezonës, unë besoj që ata vazhdimisht e pastrojnë edhe nuk lejojnë shumimin e këtij bakterit në ujin e klimës. Mirë, informacion shumë i rëndësishëm ky po besoj që shkon në veshën e gjithë atyre që janë kompetent me kontrollu dhe me analizu këtë çështje. Ne si qytetar të rëndëm, do me thënë, cilat gabime i bëjmë më së shpeshti për shembull gjatë verës, duke mendu që po i shërbejmë, po i kontribojmë shëndetit të mirë, posaçërisht mushkërive, rrugëve të frymarrjes në përgjithësi, dhe bëjmë gabim duke bërë mirë. Atëherë shumë për shembull thonë që hajtë se jo mirëria dhe po dal, nuk ka rëndësi mosha. Së gjen kur gja. Po. Hajtë se është fëmijë, po ashtu le del nxehtë se qështu kemi dalë edhe ne. Sidomos fëmijët duhet me pas kujdes shumë, se sistemin e termorregullimit nuk e kanë hala të zhvilluar. Po, gabimi tjetër është për shembull nuk pim ujë shumë. Unë mas parim nëse flas për veten time, pi shumë pak. Ende se ke hap shishën. Pije pa kujeta. Kështu që unë pe pi.
më thonë e kisha këshilluar me pi sa ma shumë ujë, se kur tham lëngje, nuk janë lëngjet Coca-Cola, lëngjet e pembe. Larg atyre. Po sa ma shumë ujë. Tjetër, do më thonë klimat me ditë kur me lëshu kliman edhe në çfarë temperaturë. Ashtu si që dhe shpjegove, po. Po. Këto do më thonë kësham një rekomandim tjetër që e kësha thonë i shkonë sidomos se për shembull shumë pacienta në momentit që në kanë koll, drejtohen në farmacia dhe marrin antibiotik. Për shembull, nëse është koll alergjike, antibiotiku nuk e lufton alergjinë, nuk i ndihmon kur gjë, do më thonë në këtë rast. As virusët po ashtu. Po, kështu që është mirë që me bëni konsult të pulmologu, në rast se ka ankesë që me gjetë shkaktarin e saktë dhe me bë trajtimin në mënyrën e duhur. Po, këto janë disa nga gabimet, por bëjmë edhe të tjera, për shembull personat me sëmundje të mushkrive. Këtu duhet tash me bë ata me bronhet, ata me alergji dhe me lloje tjera të sëmundjeve, sepse e dim që mushkrit kanë sëmurën si organet e tjera, por shumë diagnoza. Cilës çfarë i preferohet më tepër, domethënë gjatë verës? Të qëndrojmë shumë në ambiente të mbyllura, të qëndrojmë në ambiente të jashtme. Kohën, po i dim që kur është freskët, freskia duhet me u përdor pothuajse për gjitha kategoritë, edhe për ata që s'janë të diagnostifikuar me ndonjë sëmundje, cilët duhet shku më tepër në det, cilët duhet me qëndru më tepër tek pishat, cilët duhet me marrë më tepër jodin, cilët duhet me vizitu më tepër malin, edhe këto këshilla besoj se janë shumë të rëndësishme për kategori të ndryshme. Po, do më thonë, të personat cilët kanë astmë alergjike, shumë shpesh personat kanë astmë edhe në pisha. Edhe për shembull, ju nuk mundeni me rekomandu. Shkojnë me ushëru në pisha dhe ndodhe kundërta. Po, do më thonë, disë mund është mirë rekomandu krejt pacientave me thonë, shko në pisha, shko del hetë, se është orë i pasër, se në është abash që aty e ka alergjenin, edhe që ajo ja irriton rrugët e primarjes. Për shembull, për astmën alergjike, edhe për astmën përgjithësi, shumë më mirë është mali. Do më thonë, nëse shkojnë për vallë, ojri është shumë më i pasër, është shumë më mirë. Një gabim për shembull edhe që e bojnë tjetër personat është se në momentin që kanë frymëzanie, shkojnë edhe e përdorin terapinë e një familjarit, pa e ditë shkakun e asaj frymëzanie. Frymëzania mundet me qenë shumë llojshme. Është një simptom, cilën mundemi me pas për shembull edhe unë edhe ti, po shkaktari nuk është i njëjtë. Kështu që edhe terapia nuk duhet me qenë e njëjtë si e jemi se e jotja, pa e diagnostifiku, se pa e këshyrë cili është shkaku i që asaj frymëzanie që na vjen. Mirë, Jeta, do ta bëjmë vetëm një pushim të shkurtër, me qenë se do ta kemi një bisedë të drejtë për drejtë, tani me kolegun Shkelzenin, po besoj që e kemi tashmë të gatshëm, i cili gjendet tek prokuroria, ku është duke u intervistuar kryetari komunës Obilishit, dhe do ta marrim një prononcim nga ana e tij se çfarë po ndodh më detajisht aty. Do të kthehemi pas tek biseda me doktoreshën. Ja tani tashmë jemi vesh tek prokuroria me pamje, po besoj se Shkelzeni është duke u bërë gati që të na jap më shumë detaje se çfarë po ndodh. Shkelzenin e kemi tashmë. Shkelzen, nëse po na dëgjon? Po, Merita, si që të edhe ti, tashmë për rreth një orë, kryetari komunës Obiliqit, Halil Thaçi, ish deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, po merret në pyetje në prokurorinë speciale, ndonse prokuroria speciale ende nuk e ka konfirmuar se në çfarë cilësie po e interviston apo merr në pyetje zotrin Thaçi. Megjithatë dyshohet ose në bazë të raportimeve është se zotri Thaçi është ftuar në prokurorinë speciale për të dhënë dëshminë e tij lidhur me disa punësime që kishin ndodhur gjatë vitit 2025 në Kek, përkatësisht pra pak para zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Dyshohet se zotri Thaçi kishte pasur ndikim për punësimin e mbi 200 personave pra në korporatën energjetike të Kosovës. Të punësuarit pra dyshohet se ishin militant të Lëvizjes Vetëvendosje, megjithatë ajo që e ka bërë më shqetësuese gjithë këtë çështje është se të punësuarit kishin plotësuar kriteret me diploma falso. Dhe kjo dyshohet se është arsyeja pse zotri Thaçi po qëndron sot në prokurorinë speciale. Megjithatë ende prokuroria speciale nuk e ka konfirmuar një gjë të tillë,
por në bazë të raportimeve në media, kjo është arsyeja kryesore pse zotri Thaçi sot po intervistohet në prokurorinë speciale, pra do të thotë ushtrimi i ndikimit të tij për punësimin e mbi 200 personave në KEK, ku pas disa hetimeve kishte rezultuar se një numër i tyre ishte punësuar në KEK me diploma falso, me që kriter për punësimin e atyre personave të cilët thuhet se ishin militant të lëvizjes vetëvendosje dhe se punësimin e kishin fituar pra punësimin në këmbim të votës për lëvizjen vetëvendosje, me që punësimi kishte ndodhur pak ditë para zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Ishte bërë kriter për punësim, ishte diploma e zetarisë të cilët të punësuarit tashmë e kishin të falsifikuar. Pra kjo çoi në hetime të prokurorisë dhe po vlerësohet se është arsyeja kryesore pse zotri Thaçi tashmë ndodhet në prokurorinë speciale. Ne do të presim edhe konfirmimin e prokurorisë edhe të marrim vesh në çfarë cilësie është duke u marrë në pyetje zotri Thaçi, ndërsa do të provojmë që të marrim një prononcim edhe nga vetaj. Merita? Po, Shkelzen, faleminderit për këto informacione. Sigurisht që lajmin edhe më të plotësuar do ta kemi në momentin kur gazetari pra është veç në terren dhe do të merr të tjera detaje se janë këto çështje të cilat i përmendi, ka edhe diçka tjetër. Për gjitha këto, shikuesit tanë natyrisht që do t'i mbajmë të informuar gjatë ditës dhe në momentin kur do të ketë edhe lajme të tjera. Faleminderit shumë. Ndërsa nga një live nga Tireni do të kthehemi këtu drejt për së drejti për ta vazhduar bisedën me doktoreshën Jeta Bunjaku, e cila është pulmologe, dhe po flasim për problemet e mushkrive, problemet më të mëdha të cilat paraqiten gjatë sezonit të verës, ndikimin e kondicionerit apo klimës, vapës, alergjit, smundjet kronike, të gjitha këto pra që në verë të dimë se si të sillemi, si të mbrohemi dhe si ta kalojmë një verë të këndshme me probleme sa më të pakta apo pse jo edhe me fare probleme. Jeta, kur një situatë do me thënë kërkon intervenim të shpejt tek një person i cili veç ka diagnosje, ka ndonjërin nga këto probleme, për shembull një frymëzënje, një temperaturë shumë e ngritur, apo ka diçka edhe më shqetësuese që edhe nëse je në pushim, edhe nëse je në shtëpi, edhe nëse je në rrugë, nuk duhet me prit shumë, por duhet vazhdu tek mjeku i parë më i afërt. Po, domethënë, unë frymëzënien e kisha paraqit si shenjën e parë alarmuese edhe emergjente, sidomos në qoftë se ndodh të një person që nuk ka pas probleme të mëhershme me mushkëni. Kjo mundet kur domethënë është urgjencë, edhe të cilat raste mundet më shfaq kjo frymëzënie, sidomos nëse frymëzënia paraqitet me shtrëngim gjaks edhe nuk ka pas probleme personi më herët, duhet më drejtu më njëherë në spital për arsye të tromboembolisë pulmonare, e cila është një sëmundje ku një tromb e bllokon arterien pulmonare, edhe domethënë është njëjtë si një pip ku pim domethënë langun me ta. Në qoftë se ngushtojmë ata, normal që mbyllet edhe nuk kemi me mujt me pi mo, njëjtë është nuk kemi me mujt me marr frymë mo. Një shkaktar tjetër mundet me qenë pneumotoraksi, edhe te pneumotoraksi domethënë e cila është shkakton frymëzënie të papritur. Po, edhe frymëzënia e cila ko pas kohë progredon, domethënë bëhet gjithmonë më e rëndë, domethënë te personat, kjo zakonisht ndodh te personat të cilët kanë sëmundje obstruktive pulmonare ose COPD, domethënë frymëzënia fillon edhe progredon, ose te fibroza pulmonare për shembull, në rastet kur frymarrja ditë për ditë frymëzënia ditë për ditë progredon, që edhe në rastet kur personi ndjen frymarrje edhe gjatë mos pasi sa asnjë aktiviteti fizik, domethënë edhe nëse është ult, fillon me u shfaq frymëzënia. Një alarm tjetër është sidomos kolla e cila paraqitet me gjak. Domethënë në terme mjekësore është hemoptizi, edhe kjo është një urgjencë për të cilën nuk duhet me prit edhe duhet me shku me njëherë te pulmologu. Çdo dyja i kisha llogarit më shumë si urgjenca, edhe gjëra që nuk duhet mi neglizhu. Ndërsa, te pulmologu duhet më paraqit edhe për një kollë që për shembull nuk ka lënë edhe pse po që zgjat, domethënë më shumë se 3 javë, edhe pse ki marr terapi, ki marr domethënë terapi për me trajtu që atë kollë edhe nuk ka kalu. Po, disa persona thonë se gjatë verës në vazhdimsi ndjejnë një lloj frymëzënie. Këtë po e them për mos me kriju panik, domethënë edhe tek personat e tjerë, për shkak ndoshta të vapës,
për shkak të moshës, për shembull, periudha e menopauzës, për shembull, e cila dhe në rrethana normale shkakton një lloj frymëzënie, djersitje, e cila mund të lidhet gjithashtu edhe me problemet e mushkrive. A ka këtu diferencë, domethënë që kjo ka të bëjë me mushkrit dhe kjo është një proces, domethënë, për shkak të një problemi tjetër shëndetësor? Po, do më thonë, frymëzania si frymëzanie nuk është gjithmonë me shkaktar pulmologjik. Zakonisht frymëzania kanë shumë shpesh edhe personat cilët kanë probleme me zemër. Do më thonë, personat të cilët kanë probleme kardiovaskulare, po frymëzania mund të marrë edhe prej pagjakësisë, për shembull prej anemisë, mund të marrë edhe nga mbi pesha, për shembull nga obeziteti. Gjithmonë duhet Nga nën pesha jo. Jo. Kjo përparësi është. Ama s'ka nën peshë, zakonisht gjithë po jemi matrash. Po. Po bëja i gore pak. Kështu që, do me thonë, frymëzënia, gjithmonë duhet me gjetë shkakun, pse po na vjen frymëzania. Po. Edhe me mujt me trajtu atë shkak. Po, mos të harrojmë, do me thënë edhe në jetën dinamike, të përmendim këtu edhe mbi ngarkesën tonë të përditshme, stresin e përditshëm që Stresi gjithashtu lun rol, po shumë shpesh, do më thonë, personat e ngatrojnë stresin edhe anktin me frymëzanie. pikërisht, këtu deshta me Po, medalj. për të regoj një rast, do më thonë, një pacient që e kom pas, ai ka ardhur dhe ka thonë, unë kam ankt, zgjona natën, më do këtë tuti po më ngulfat dikush, po më zinat fryma, krejt këto e kam prej ankthit. Kur për çto thash edhe më herët që anamneza është shumë e rëndësishme. po. Kur fillova dhe më ia bë pyetjet, nesërmën çysh po ndihesh, pacienti thot nesërmën po ndina i lodhën, ka filluar me më shfaq hipertensioni, një pacient një moshë e re, 35 vjet, ka filluar me më shfaq hipertensioni, po ndina i lodhën gjatë krejt ditës, po merr gjumë gjatë gjithë ditës, edhe pastaj e pam që shkaktori është sleep apnea, e cila është një smundje, ku do më thonë gjatë gjumit, për një periudhë të shkurt kohore, personi mbetet pa frymëmarrje. Se edhe në atë moment, personi zgjohet se i shkon informata trunit, do më thonë që nuk ka oksigjen, edhe ajo është në personin Një farloj alarmi. Po, edhe mi ju do ka ti që është një gjendje ankti, që e ka po një andër të keqe, cila nuk i kujtojtë se realisht s'ka pasë andër heq. Do më thonë, kjo është ose një rast tjetër cilin gjithashtu muj me cek, personat për shembull që kanë astmë. Atë, derisa nuk janë diagnostifikuar me astmë, kanë menduar që në momentin që dalin me njerëz dhe në momentin që ka shumë njerëz, aty një uzinat fryma. Realisht kjo ka pas bëj me astmë, pas anamnezës, pas ekzaminimeve që i kemi bo, edhe pas trajtimit, do më thonë, personi mon nuk e ka pas këtë problem, ose kundërta, personat që veç janë diagnostifikuar me astmë, ka personat që frigohen me dal jashtë, pa e marrë inhalatorin me veti se tutet që përjuzinat fryma, që është shumë normale. Se unë gjithë dhe thëmë, për shembull, qoftë se jem me një pishin, edhe e fut krytë në edhe met pa shumë thjesht mund është me kuptu se qysh ndihet një person i cili ka frymëzanie. Shef vetë që nuk mund është me nejt pa fryme dhe instinktivisht reagon edhe e qënë krytë edhe del prej pishinës. Kështu që... Po këta persona njëkohësisht do me thënë marrin këshilla, po besoj që do të me qenë më të relaksum, sepse edhe ajo paniku më pas mund t'i shkaktoj stresin, anktin dhe ta komplikoj edhe më shumë një problem të mushkrive që mund të jetë një astmë bronkiale, e cila kur menaxhohet mirë, do me thënë është smundje shumë e përhapur në tërë botën, por jetohet me të siç është më së miri dhe jetohet shumë gjatë. Jetohet nëse astma kontrollohet, edhe jo që jetohet, po do më thonë edhe aktivitetin fizik mund është me bo edhe mos me pas asnjë problem. Bile ka njerëz që nuk e jetojnë fare as që për vitet tëra që kanë probleme me astmën bronkiale. Ka edhe njerëz që për shembull është një notar i cili ka fituar 28 medalje në Olimpiadë. Ai është me astmë, po ai e mirëmban astmën, do më thonë e kontrollon astmën edhe nuk e ka asnjë problem gjatë aktivitetit fizik edhe gjatë garave, se tash edhe gara është stres. Normal që vërtet lidhet me njëra tjetrën. Kështu që duhet mu mirëmbajt edhe nuk kanë me pas asnjë problem nëse mirëmbahet edhe kontrollohet. Shumë e vërtet. Mu kujtu edhe ky sprej inhalatori, do me thënë që ka shumë drojtje dhe shumë personat të cilët ka nevoj me marë, hezitojnë, është një mit që krijon varësi, duan që të shkojnë të marrin antibiotik,
të përdorin lloj-lloj metode, ndërsa nuk e marrin atë që është më e duhura prej tyre. Nuk është e vërtetë që ajo krijon varësi. Është kështu. Po, jo, do më thonë kjo është veç një mit, inhalatori nuk e krijon asnjë lloj varësie, përveç të mitit është edhe miti që inhalatorin e përdorin veç moshat e shtyne. Po. Edhe shumë shpesh pacientat kur vinë dhe ju them duna më ta shkroni pumpë. Jo, mos ma shkroj, unë nuk e përdori, ajo është për plesh. Po. Kështu që Ky inhalatori duket më but. thonë, çka është ajo? Si t'ju tregoj e lypin Google një lloj inhalatori, po them që kjo është shumë e thjeshtë, ta përdor 2 herë në ditë. Jo, nuk e marr këto, a përdor qyshja jeme. Kështu Po, çka përmban atëherë një spjegim? Çfarë përmban për gjithë ata të cilët hezitojnë dhe nuk informohen se sa i rëndësishëm është ky inhalator? Cila është përmbajtja e tij dhe sa më i shëndetshëm është një inhalator me krahasu me dëmët që mundet me i shkaktu vetëm një pako e antibiotikut? Po për shembull, prapë nëse lidhemi te astma bronhiale, se kjo është domethënë më shpesh inhalator përdorim për astma bronhiale. Për bronhitet kronike. Po, gjithashtu te COPD, po pse po e përmeni astmën, se te astma për shembull nuk kemi nevojë për antibiotik. Aty është irritim i rrugëve të frymarrjes, edhe domethënë baza zakonisht thash në 80% rasteve është alergjike. Inhalatori është kortikosteroid. Kortikosteroid i cili e ul inflamacionin edhe që të punën e alergjisë. Ndërsa nëse e shtojmë ka edhe inhalator që përmban edhe kortikosteroid dhe beta blokator që shërben për me i zhëru rrugët e frymarrjes. Se do më thonë për shkak të hiperreagimit të rrugëve të frymarrjes, ato ngushtohen. Është njëjtë si një tub i ujit, do më thonë nëse ngushtojnë pak, normal që rrjedhja e ujit ka me qenë ma e vogël edhe ma e pak. Njëjtë është edhe frymarrja, nëse rrugët e frymarrjes ngushtohen, atëherë normal që kemi me marr ma pak oksigjen. Po. Dhe kjo është arsyeja që nuk duhet me hezitu, do me thënë ata të cilët e kanë të nevojshme, duhet me u informu, me lexu, me i besu mjekut e i cili shkojnë dhe me trajtu veten siç është më së miri. Gjithsesi, se te astma bronhiale, trajtimi bazë është kortikosteroidi inhalator. Domethënë kjo është baza e trajtimit të astmës. Po, në anën tjetër, kjo mund të jetë edhe e përkohshme, sepse kur flasim edhe për kortikosteroid, do të dimë që ata i kanë kundër efektet e tyre. Dhe nëse lexojmë për ta, shohim që nuk është mirë të përdoren gjatë, nëse një problem shëndetësor mundet me u menaxhu. Unë njoh X persona të cilët i kanë pas këto probleme dhe kanë përdor madje dhe fëmijë, të cilët i kanë përdor pikërisht këto pompa, i kanë marrë ta kortikosteroid për një periudhë ndoshta 1 vjeçare, 2 vjeçare, janë tritur dhe më nuk e kanë asnjë problem, do me thonë, me rrugët e frymarrjes. Po, do më thonë edhe dallimi është se kortikosteroid kemi edhe kortikosteroid oral, do më thonë hapa që edhe kortikosteroid inhalator. Duhet me ditë që kortikosteroidet inhalator kanë shumë më pak efekte anësore se sa kortikosteroidet tabletar, do më thonë tabletat. Edhe për këtë arsye na gjithmonë e rekomandojmë kortikosteroidin inhalator. Efektet anësore janë më të pakta, përfitimi është shumë i madh. Absolutisht po. Mirë Jeta, disa këshilla të cilat do t'i jepshit për fund të këtij emisioni. Në fakt ne sot patëm probleme me linjën dhe kishin pamundur që të inkuadrojmë telefonuesit, por ndoshta ka qenë edhe më mirë që t'i jepni sqarimet pa u ndërprerë dhe për ata të cilët ka nevojë që t'i marrin informacionet më shumë, sepse kur ka telefonues ka ndërprerje gjatë bisedës. Këshilla të vlefshme të cilat duhet mbajt mend dhe nuk duhet neglizhu sa i përket problemeve me mushkri, vapës. Po, do më thonë, këshilla e parë është janë këshilla të thjeshta për që e bojnë diferencën shumë. Së pari, duhet më shmangë, do më thonë në kohën kur piku i vapës është më i lartë, në orën 11 për ditë deri në orën 17, me përdor ujë sa më shumë, me pilonjë sa më shumë, mos me lënë me u dehidru trupin. Një këshill tjetër është në shtëpi, me i lshurë letat dhe me i vendos perdet që me kriju një ambient të freskët. Klima gjithashtu duhet me u përdorë në 22 deri 25 gradë dhe gjithashtu me u mirëmbajt klima me u pastrum.
Një këshill tjetër, cilën e kisha dhënë, është domethënë në momentin që personi ka frymëzanie, nuk duhet asnjëherë mi neglizhu, duhet më gjetë shkaktori, se e thash edhe më herët që frymëzania mundet me qenë e papritur, por mundet me qenë edhe graduale. Ku pas ku edhe shumica e pacientëve neglizhojnë këto. Pse e neglizhojnë se thojnë e pi duhanin, normal që kam frymëzanie, ose e kam moshën, normal që kam frymëzanie, nuk është normale. Sidomos nëse e bëni dallimin nëse sot ki mujt më gjitë për shembull 3 kate, ndërsa mas një kat edhe nalësh pushon, atëherë kjo është një alarm që duhet më shku me gjithë shkakun edhe me u trajtu. Një thonjë amerikane thotë every breath tells a story, domethënë çdo frymëmarrje e tregon një histori. Kështu që është mirë me tregu çat histori para se mu bë vonë. Absolutisht po. Jeta, faleminderit shumë për gjitha këto këshilla që i dhatë sot për shikuesit tanë. Faleminderit shumë edhe për juve, ishte kënaqësi.